Po inshallah, ma të zotin një dash një tre, të martuan edhe njerë se 20 herë martuva suver, ato halo, di pse. Je koni martuar? Një 4 herë, po. Një 4 herë, e pse s'ka funksionuar? Unë ndim, veç e një shansë ma dhonë një femën një herë më martu, ku të di ku a gabimi. A e kështë marrë një atë Kosovës? Vallaj, kam marak një të Shqipnis me thënë drejtë. Apo më tregon cili është mendimi jot për rinin që po e lojnë vendin tonë edhe po dalin jashtë Kosovës? Mendimi është shumë i qëlluar në rinisë, kanë një vizion, kanë një qëllim dhe dojnë diçka me ngrit për veten e vet. Normalisht apo mendon që nuk i kanë kushtet mjaftueshme këtu që po e lojnë vendin tonë? Unë për shembull kam mik para 33 vjetë. Që 33 vjetë, në cilin vend je? Stuttgart. Edhe kam mik për shkak të kushteve. Dhe sot është një njëjtë problem, mirë për në atë kohë kena pas edhe probleme me trona politike, kështu që për faleminderit Zotit. A ka pas rast që na i herë ki thonë po du me u kthyn Kosovë se s'jam të mujtë? Po, viju në shpesh, e dhimbjes dhe bedëshires viju shpesh, edhe ata që ka një krejt do kthejen. Krejt do ktheje. Po që është me e mira që ata të gjithë 100%, jo 99%, gjithë do investojnë këtu. Nëse administrimi është i mirë, menaxhimi është i mirë, gjithçka është në ka negative. Normalisht. Edhe ata rini që kanë ikë do kthejen 100%. Apo më tregon sa të merr malli për vendin tonë? Po normal, unë shpesh kur nis në për rrugë dhe çoj, i bëj edhe nxëzime se sidomos kur vi nga Kroacia, më shumë të vuj atje. Masi qenë ke jashtë Kosovës. E di që atë kemi qenë dikur. Normalisht. Masi qenë ke jashtë Kosovës, është e vërtet fjalë që po thonë që rrugat në Gjermani, në Zvicër, në këto vende tjera janë ka 5.000-6.000 euro. Po, ka edhe më shumë, po janë bruto ato, nuk janë neto. Bruto? Do më thonë gjithë një në shteti. Unë kam 2 djemë që kam lindë në Gjermani, kanë ikë në Zvicër. Kanë ikë në Zvicër, për shkak rrugës më të mirë, për shkak se në Gjermani mirë kanë qenë, mirë po ajo rrugë bruto. Nuk është neto. Kurse neto një pa martuar nëse i merë, dhe këmë thonë 3.000 dhe 4.000 euro. Bruto, 1.300 dhe 1.500 është neto, nuk është më shumë. Nuk është. Dhe me ato... Tu e pas parasysh që atje janë gjonat ma të shtrejta, sa për mundin e mja dalë me... është të vështirë në gjithmonë vetëm ata që nuk e tregon realitetin, se gjithë që kanë rrogë deri në 2.000 euro marrë edhe një shtesë sociali. Edhe një shtesë sociali. Të gjithë kanë drejt, marrë me shtesa për fëmijë. Se shumica rinis vinë me kere të shtrejta në Kosovë, vinë me gjana ma të shtrejta, a menon që i marrin me qirase, hinë kredit për me e buat? Jo, shumica e kanë dikon, sikur mu për shembull që më kanë djemë të vllaut, që ata kanë vllau, edhe një bit po... A jetoni dëtë? Ja, po në jubi ka një gaz 4, ma shumë së më lypin. Shqyqër Zotit. Dhe me thonë kjo këto? Po, kjo. E sa për të ndihmon vllau? Vllau më ndihmon shumë, ka qenë në Gjermani, por një kësi për babën. I kësi për babën e krasan, vetën babë, e krasan, vetën dhe jam kësi. Ta shë ropish më se baba dek, po... Baba dek, po ta... me do hisën bashkë me mua, apet. Me ti me do hisën, Apo më tregon atë për cilin person për malli mas shumë ti kur atje. Normalisht se ju endeni vazhdimisht në Kosovë, po... Së më drejten mu më malli shumë për ata që kanë vdek, edhe shumë vuj, për nonën se kam rri gjallë, kër më ka vdek, asë më kanë të regu, se kanë qenë ndjekën politik pak jo shumë, për babën, pat këtë qitë tjetër, se kam rri gjallë, edhe kur vi këtu ata kënoshën me vazhdime një, po si kam ata, mungojnë. Rëtësia prindi gjithmonë. Mungojnë, vetëm ai që s'do me pranu se s'do t'je që rio se plak. Dashnija s'po vdesh kjo kush, po inshallah, ma të zotin një dash një tre, të martuan edhe njerë se 20 herë martuva suver, ato halo, di pse. Je koni martuar? Një 4 herë, po. Një 4 herë, e pse s'ka funksionuar? Zhrish të zërën si jam burri mira, halo se kam ditë, që ta bërë kam qef edhe një herë një shansë me madhon dikush. A kuna i kush për grave që ti nuk je koni mirë? Po thojnë që je pak i bukur, e gjelëz, e mbo gjelozë. A mendon që gjelozia është pak? Pala, po, so në kushtet, alhamdulillah, ekonomike mirë i kam pasë, edhe këtu kam qenë pala atje, për ata du ju kërku një ndimë, veç e një shansë më dhonë një femën, një herë më martu, ku të di ku a gabimi. A e kështë marrë një atë Kosovës? Vallaj, kam marak një të Shqipnis me thënë drejtën. Shqipnis? Po që. E pëse Shqipnis? Vallaj, që për të kaldej drejtë. Se na njojnë, a Kosovë jo, vallaj, dalojna. Se me shku në Tiranë, më ullë me një tavolinë ku je vetën. Edhe jënë 2 femna në tavolinë tjetër. Ka folin ato, po e në shpirtin të djekën. Veç ka folin mingu. Theksi i Shqipërisë po të pëlqej ka marrë se i Kosovë. Ma i bukur. A një do me thonë po banë thirje, dikush me ta gjetë një grupë. Veç një shanë të madhonë, zbëllë.
Vishë një shohan që ta Ball, jep. nashta të Po mirësuar. menon që tash ratu të 5 herë. Inshallah. Inshallah ti Ma mirë është më shku në dëmë se me pas kush më smet qyrë, apo? Baba, miku, duesi, fukara, lau pasunik. Nuk është në rregull. Veç duhet marrë në kuve senet e kia, ma mirë nuk ka kush kanë, unë nuk ka kërkush. Fukaret i vën ka Kosovë kërkur, veç ata qarë rejnë, se ku të shtetë, bu ka me hëngër. Rinia sotit gjithmonë në konë matë mirë se gjithmonë, po pesunojnë vetë vetën. Sa i përket edukatës edhe respektit, çfarë mendimi ke? Ajo është lidhet me respekt. Respekt fjalës tonë shqip me i kthye se janë shumë që nuk i kuptojnë. Shqip. Një ndërsenet më të mira të njerëzimit është marrja. Si ka marrë njeri ju, nxënësi, fëmia, nona, baba, aja është kultura e parë njerëzore. Është marrja. Kur ka njeri ju marrë, krejt mirat e zëtit i ka. Tash rinia për rritën me babë me nonë, fikall vetën. Kemi nejt a qek, s'kemi folë kur, s'kemi thonë kur jo, e tash për rritet me mua bashkë. Pedin që shë kje trunin, pedin që shë kje qefin, pedin që shë kje qontën, edhe atëherë pak marrë nuk edukat, se tash ato mundesh me hujdis të që i kene di unë ato librat ata e hujdis fjallë që Gjulletrare i thonë. Po, mës me i qitë atë. Dapt atë kur mës i folë. Asë një herë. Vetë mirat i folë. Ma mirë s'ka ku shkonë. Çfarë këshilla i kishe jep rini sot? Çfarë këshilla i kishe jep? Cila i shkon këshilla jote që ja kishe jep? Këshilla jeme është vetëm me ngu pe vetë vete, ja që atë të nona e baba. Do me thonë me vepru që ti me veprue, senet e mira. A menon që edhe ti gabon najherë? Me vepru pa e pyet prindin? Jo, me gabue, nuk unë gabue asë njëherë. Në tekst unë gabue. Do me thonë çdo vendim e ki bo pa ndimen e kërkujt. As nuk e ki bo dert që thuj me familje. Nuk unë kujtohet asë njëherë në jetën teme që unë gabue diçka. Kur? U leva dhe u rrita, u leva thmi, u rrita thmi, u ploka thmi, edhe për mdoket për 10 thmi. Pse për thëmë ashtu? Pse unë kanë nëruar njerëzit kër më koni vogël. Edhe ta shajnë mjetër, jo maj vjetë në familje tonë, unë nërojnë si kur më konë të një. Pse? Kur si kur më kundurshtu, unë janë agresiv, shumë, po e dërigjaj vetën unë. E rinis, i thamë veç me nguaj, senet e mira. Ato, e baba ka majtë në shkollë, u shkuë, o ardë, a kje baba po. E për këta që po i qojnë prind në për shtëpit më shumëve, është në regull? Ato po ta kalëzajnë në rrasa, mëse sa nevoj me zgatë shumë, se më gjohin mua tonë. Kërë kom po njonin me rënëmi, edhe që shëtë këtë në daljet Shqip, se tash në janë mësu pak 100 gjuhë. E kom po në dëmë, babën e kom po s'pleshnarë. Kom menue shëre filon pistekë petitës i ka marrë 3 në dale. Zehtori ma i mirë në Jugoslavi, në Trepqe. Kër e kom pa në dëmë, ju më befasua. Po baba ka thonë, me ndohë, ma mirë është më shku në dëmë se me pas kush më smet qyrë, apo? Ma mirë është atë shumë, se më smet pas më qyrë. 4-5 qika qaj personi, nuk ka nevoj me memen, se ta shumë gjofin ata. Njerëzit e me këtë përdërru që e vete ti, për me ditë. Ma mirë më shkuar aty. Po, a ma mirë të këshurë fëmija ëtë, apo shtëpijat më shumëve? Fëmija mas pari duhet me zgotë dërën të fëmija jëtë. Jo me lonë fëmin tonë keq, se është një fjallë popullore, pe lonë vetën keq, si me lonë vetën keq, si me të lonë ty, si me të lonë ato. Mas pari duhet me shëndosh vetën, e shëndosh fëmin, edhe të një renë me zgotë dërën manina. Baba, miku, duesi, fukara, lau pasunik. Nuk është në regull. Veç duhet marrë në kuve senet e kia, ma mirë nuk ka kush kanë, unë nuk ka kërkush. Fukaret i vën ka Kosovë kërkur, veç ata qarë rejnë, se ku të shtetë, bu ka me hëngër. E që për këta nuk me i cilësu si që ka vazhdimisht në për shesh, a mendon që këta dalin prej zorit apo kanë nevoj për ndim? Ja, qëre, shëtitja është një herë njëllë. Janë mramje me dalë tënë familja, më shëtit.
Se sa kaku nuk të bjen kur gjë. Më kanë më studiue, shkon studion, në librari, në bibliotek, në për shumë vena, për më shëtit që shtu qëre unë, në Prishtinë jam pe 120 vjetë familjarë tonë. Se asë një nuk e zatet atë një shumë. E me dalë tani, zatet është naj një që ka fajdikon, edhe nuk është mirë. Nuk është e mirë aja. Për ata nuk është e mirë. Do banohet dhe 10, 11, se din që e gjonë. E kanë hongër një ditë edhe pa E hiri. për ndarjen e qifteve sot, çfarë mendimi ki? Gjarën e qifteve e Që kanë... këndohen qiftet sot? Po, gjarën e qifteve për ta spjegoj që është mas mirë ti. Pse? Dëtë duhet mingoshë që shuqë. Allah e femnën e ka shpërblyë me 2 sene. Pse? Mas njeriu të ka folë femnën. Saj njeri që nuk e qonë me femnën, me partnerin e vetë mirë, aty nuk ka kur gjë. Por, femna duhet me përkun si thmine. Ke po përkunëm, të ke zatet në thmi matë vogët, 9, boftat, 50. Me përkun. Gruaja duhet me përkun burën mës me shti me kajtë. Që nashta e kupton. Po, pe kuptoj. Mos duhet me përkun. Qartë. E kur të përkunsh, aj vjen edhe sillet bukur mirë. Qa vanove, qka bone, ka qove rrugën, ka qove punën, qa vanove, liria e të prume nuk është e preferume. Pse? Hajt edhe pak, edhe ta jaj bëhat shumë. Të nuk më ke zatet i vesh mu këtu, a? Po. Mija, për hir të rive, thash hajt, mja forë një fjallë. Faleminderit shumë për të Jurit njeve